Ndërmarrja publike komunale Tetova vazhdon të punojë me humbje. Të punësuarit vazhdojnë të jenë me 3 rroga minus dhe mbi 15 muaj kontribute të papaguara. Kërkojnë që Këshilli Komunal t'u ambulojë humbjet prej 5.9 milion denarëve. Këshilltarët e BDI-s akuzojnë se ndërmarrja ka harxuar 700.000 euro për të punësuar me kontrata dhe 10.000 euro për harxime rrugore dhe ushqime. 550.000 euro humbje në vetëm 15 muaj. Ndërkohë që ndërmarrja ka marrë mbështetje publike për 1.4 milion euro. Punëtorët nuk kanë marrë rroga prej 3 muajsh, borxhet janë rritur ndjeshëm, kërkohet që sërish humbjet t'i mbulojë buxheti i qytetarëve. Ne pyesim publikisht Bilal Kasamin, kush po abuzon me mjetet publike të NPK-s? Kush mban përgjegjësi për humbjet? A është kthyer NPK në bankë të pagesave partijake? Si shpjegohet që 700.000 euro janë harxuar për kontrata në vepër? Si justifikohet shifra 10.000 euro për reprezentacion, ndërkohë që punëtorët nuk kanë rroga? Kryetari i Këshillit Komunal Naim Ismaili thotë se taksa që paguhet për ndërmarrjen publike komunale Tetova është minimale dhe e pamjaftueshme për të mbuluar harxhimet. Ismaili konfirmon se ndërmarrja ka kërkuar 5.9 milion denar për të mbuluar humbjet e vitit 2024. Taksa minimale mujore 105 dinar që e tërhekin nga fakturimi i Sobermaerit është jashtëzakonisht i ulët kundrejt të shpenzimeve që i gjeneron vetë ndërmarrja publike Tetova. Unë edhe brenda në Këshill pa ta propozu që në farë mënyre të gjejmë rrugë zgjidhje për të rritë të hyrat e kësaj ndërmarrje përmes pagesës për pastërti publike edhe përmes mirëmbajtje të parqeve dhe gjelbrimeve. Tetova 5.900.000 denar për mbulimin e humbjeve për 2024. Ndërmarrjes publike komunale Tetova në dhjetor të vitit 2024, komuna i dhuroi 1.200.000 euro për mbulimin e rrogave të papaguara, por edhe për kundër kësaj, të punësuarit vazhdojnë të jenë me 3 rroga të pamarra dhe kontribute të papaguara.